Titujt kryesor të gazetave e hënë 7 korrik 2014, Gazeta Panorama, nisin aplikimet, legalizimet, lame, tapije dhe përshtesat pa leje, përfshirë në procesin e legalizimeve dhe ata që kanë ndërtuar shtesa e kate pa leje para 2009, aplikim me formularin e ri. Debati me të shoqen për tradhtin në fshat, 60 vjeçari vret gruan, vëllain dhe veten, ngjarjen në Pezë të Tiranës, 2 viktimat u qelluan me çifte, autori vrau veten me pushk, nipi ishte me depresion. Dokumentet sekrete të CIA-s për Berishën në 93, negociatat për Floririn, zbardhen mesazhet nga Tirana të ambasadorit Ryerson për CIA. Rama 8 orë me ministrat, të dhëna inkurajuese për ekonominë. Takimi me Nishanin, ambasadorët të mbështeten nuk duhet të dekurajohen. Ambasadori gjerman ndjej turp për masakrën e Borovës. Shima si po degradon linja e Galerisë së Arteve. Shqipëria vend i denj për antarësim në BE. Lajme të këqija nga Kosova, taksat okulte për shëndetësinë. Gazeta Shekulli, tragjedia familjare, burri vret vëllain, gruan dhe veten, krim brenda familjes. Vjedhja e votave, dorëhiqen demokratët e Gjirokastrës. S'ka kontroll mbi produktet dentare, rrezik për tumore. Alban Ukaj nuk ka asnjë parti politike që të mos ketë influencë në teatr. Botrori 2014, qaramanët që duan kupën. Dorina Podrimja duat përfaqësoj Shqipërinë në konkurset e bukurisë. Protestat në Shkup dhe identitetet fetare. Fundi i tranzicionit dhe karta e djegur. Turizmi ynë amator, i cunguar dhe ignorant. 45 vite burg, ndërtuesve të rrem, akuza Jasi Mashtronin. Grabiti 3 milion euro të klientëve, 14 vite burg ish kryebankierit. Gazeta Dita, kastrimi i grupit puçist, skema që po neutralizon Rulin, Patozin, Topallin dhe Boden, marifeti me delegatët. Pas perdes së zgjedhjeve në PD, detajet që demaskojnë procesin zgjedhor në PD, pse është përmbysur piramida partijake dhe çfarë fshehin qarkore Lulzim Bashës. Cila është faza e dytë e skemës së Berishajve, çfarë përfaqësojnë kryetarët e rinj në rrethe, pse disa ish ministra demokrat përfaqësojnë vetëm veten e tyre dhe asgjë më tepër. Çfarë fshihet pas vrasjes së Kristaqe Margarita Tutulanit, dosja e bankierit mashtrues që vjedh te klientët për të çuar varësin nga Bixhozi, PD dhe deviza fisheku në gojë, nder apo pushtet, kë zgjodhi Berisha, pankreatiti, shenjat e sëmundjes dhe disa këshilla për ta diktuar në kohën e duhur. Gazeta Tema, shqiptarët, protesta në të gjithë Maqedoninë për leshje në Tetov. Albin Kurti jemi kombi më i rëndësishëm në Ballkan. Antena brenda familjes, Kunati teston lajmet se doktori do rikthehet si president. Isis mesazhe edhe në gjuhën shqipe, kryeni sulme gjatë Ramazanit. Editorial nga Merobaze, e kanë me monstrat politike. Selfies kolektive, një kryeministër aman na duhet për standardin e Shqipes. 300 ditë qeverisje, Rama të dhëna inkurajuese për ekonominë. Vret vëllain dhe nusen e tij më pas vetvritet. Zgjedhjet e PD në Gjirokastër, kundërshtari i Bekos, procesi i manipuluar. Gazeta Shqip, qeveria Rama suksese dhe dështimet në 300 ditë të para. Lazarati dhe statusi pikat më të forta, mbeten pezull reforma në drejtësi dhe shëndetësia falas. Kabineti qeveritar mbledhej informimin në dajt për bilancin. Diplomacia, risia e Ramës dhe hapi i madh që duhet bërë më tej. Zerohet protesta e shqiptarëve në Maqedoni, akuza ndaj Ali Ahmetit. Albin Kurti të reagojnë Tirana dhe Prishtina. Dënimi për rastin Monstra. Sfida e Bashës për bashkimin e demokratëve, masakër në familje për xhelozi, një vit nga ndarja me të keqen, dua vetëm bukë për mbesat e vogla, bashkim shehu librat që lanë gjurmë tek unë, portieri holandez tregon strategjinë për penalltit, zbulojnë vlerat e qirave për tokat që do të përdoren nga TAP. Gazeta Mapo, Rama, reformat dhe kundërpesha e realitetit politik, bilanci politikit 300 ditëve të para, 300 ditët e qeverisë, kryeministri kalon testin e stabilitetit me LSI-n dhe qefmbetjes së senatorëve në PS, por lufta kundër krimit dhe ringjallja e ekonomisë ngren pikpyetje mbi qeverinë e tij. Profili i ri diplomatik i kryeministrit dhe sfidat e së ardhmes, Basha, 300 ditët e para të qeverisë kanë sjellë vetëm papunësi dhe pasiguri. Rret vëllan, gruan dhe veten pasi zbuluan lidhjen me Vejushën. Të gjithë Bixhozgjin do të regjistrohen për 3 vjet, ligji për kazinot. Nishani nxjerr në rezervë shkreun e shtabit në qeverisjen e PD-s. Akuzat e nënës, pyetjet e dashura si një nga pistat kryesore për zhdukjen e Renit. Oborret e xhamive nuk janë parkingje për mendime të papjekura. Betejë është përmes lirisë dhe globales. Karli i Madh, shtendosja e bashkimit. Rinisë shqiptare qëllimisht u kanë lënë vetëm hapësirat e oborreve të xhamive. Luftë diskriminimit përmes arsimimit dhe lidershipit rinor. Brazil 2014, fati i botrorit në këmbët e të mëdhenjve. Gazeta Integrimi, reforma territoriale, Petrit Vasili të vendosur për ta ndarë Shqipërinë nga administrimi i vjetruar. Reforma administrativo-territoriale do të jetë ndër më madhore të kësaj mazhorance. Ilir Meta pas marrjes së statusit, diplomacia ekonomike detyrë kryesore për të realizuar. Gazeta e Sportit, 4 fantastikët. Speciale, qaramanët që duan të shkruajnë historinë, luan 22 lojtarë, por a do fitojnë gjermanët? Premtimi vrapoi 28 kilometra po triumfoi Argentina. Aron Tulipan është drejt finales së Maracanas.
Skënderbeu, çështja Baka, i zbardhen detajet e zënkës me shehin. Deklaratat Peç ka besim, do e përmbysim Zeqiri, ja çfarë na tha Gjoka. Betejat e mjekëve të kombëtares, Buzqesh Sabeja, Di Maria drejt rikuperimit për finalen. Bastian, Brazili s'ka shkëlqim, mëkat që s'do të jetë Neymar. Prapa skena Skolari rrëfen çastet e tmerrit, Neymar nuk i ndjente këmbët. Pato blen shtëpi në Milano, është drejt kalimit e Interit.